Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Përzdini vaj ulliri me limon dhe do i thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Kur zgjoni në mëngjes, a ndjeni të lodhur dhe pa energji? Nëse përgjigja është po, atëherë jeni në vendin e dur për të zbuluar se si të keni më shumë gjallëri. Sekreti qëndron tek këto dy ushqime fantastike. Mjafton që ju të shtrydhni një limon dhe ta përzdjeni me një lugë gjelle me vaj ulliri dhe ta pini atë rregullisht. Nuk do të hiqni dorë prej saj, kjo është e sigurt. Shqipëria është një vend i bekuar me vajin më të mirë të ullirit dhe agrumet më të mira që ju mund të provoni në jetë. Ky artikull do t'ju tregoj të gjithë kombinimin e duhur të vajit të ullirit dhe të limonit, i cili do të pastrojë organizmin tuaj nga të gjitha toksinat e dëmshme. Në mëngjes ju do të ndiheni të rifreskuar dhe plot energji. Vlerat shëndetësore. Të gjithë e dim që vaji i ullirit është gurë themeli i dietës mesdhetare. Vaji i ullirit ofron acidet yndyrore të cilat na mundësojnë ne të luftojmë kolesterolin e keq. Për më tepër, ai është një instrument i fortë për të larguar të gjitha toksinat nga organizmi. Jo më kot, të tjerët më parë e kanë thërritur lëngu i artë. Vaji i ullirit duhet që të jetë një pjesë domethënëse e ushqimit ton të përditshëm. Kur vjen puna tek limoni, ne na duhet të pranojmë që ai është një nga frutat më të shëndetshëm. Limoni është i mbushur me antioksidant dhe njëkohësisht me element të shëndetshëm së bashku me vitaminat. Kur ato përzihen së bashku, këta dy përbërës do të transformohen në një lëng me fuqi tepër të jashtëzakonshme që mund të trajtojnë dhe të parandalojnë probleme të ndryshme shëndetësore. Si për shembull, shmang konstipacionin. Ekspertët thonë që nëse kombinoni vajin e ullirit me lëngun e limonit, atëherë ju do të përfitoni një lubrifikant natyral i cili do të zbusë mukusin tretës dhe do të aktivizojë funksionet e mëlçisë dhe të fshikësës. Kjo kur kaq e thjeshtë së bashku me limonin dhe vajin e ullirit është shumë efikase dhe njëkohësisht e mbron organizmin tuaj duke aktivizuar antioksidantët që largojnë toksinat dhe e pastrojnë trupin dhe sigurisht do të kujdesen për të. Të gjitha këto procese aktivizojnë tretjen dhe kështu ato do të zmbrapsin substancat e këqija nga trupi. Mbron nga sëmundjet kardiovaskulare. Të gjithë ne e dim që vaji i ullirit është i mbushur me acide yndyrore të cilat janë shumë të rëndësishme për t'i dhënë një shtysë pozitive shëndetit tuaj dhe të gjitha organeve për të larguar kolesterolin e keq. Vaji i ullirit dhe limoni kanë gjithashtu fuqi të panumërta shëruese, të cilat shërbejnë më së miri kundër sëmundjeve kardiovaskulare. Lufton reumatizmën. Ky kombinim kaq i rëndësishëm për shëndetin, nga ana tjetër mundet që të ketë veti antiinflamatore. Nëse e konsumoni këtë lëng çdo mëngjes me stomakun bosh, ju do të zbusni dhimbjet e kyçeve. Ekuilibron funksionet e fshikësës, së mëlçisë dhe tëmthit. Ekspertët thonë që nëse ju e konsumoni këtë përzierje në mëngjes, atëherë ju do të shmangni krijimin e gurëve në tëmth. Përpiquni që të pini vaj ulliri, limon dhe ujë përpara se të hani mëngjes dhe në këtë mënyrë ju do të pastroni të gjithë fshikëzën tuaj të tëmthit, mëlçisë dhe të veshkave. Gjithashtu, lëngu i artë shërben prej shumë vitesh si një kurë natyrale në të mirë të shëndetit dhe të trupit tuaj. Kjo kurë, e cila konsumohet esëll në mëngjes, është një alternativë shumë e mirë
edhe për të patur një shëndet tërësisht optimal. E gjitha çfarë ju duhet që të bëni është që ta konsumoni një lugë të kësaj përzierje në mëngjes esëll dhe efektet që do të keni janë tërësisht pozitive. Mjafton që ju të shtrydhni një limon dhe ta përzjeni me një lugë gjelle me vaj ulliri dhe ta pini atë rregullisht. Përfitimet e kurës me vaj ulliri dhe limon për shëndetin. Detoksifikimi i trupit. Ky lëng duhet konsumuar përpara ngrënies së mëngjesit që të funksionojë në mënyrë perfekte. Përzierja mes vajit të ullirit dhe limonit është ideale për të pastruar të gjithë trupin tuaj. Ky lëng duhet konsumuar përpara ngrënies së mëngjesit, siç e përmendëm, pasi do të ofrojë edhe një mbrojtje efikase për zemrën tuaj. Sipas informacioneve, vaji i ullirit është një kohësisht i pasur me acide yndyrore të cilat riaktivizojnë qarkullimin e brendshëm duke eliminuar kolesterolin e keq. Vaji i ullirit largon inflamacionin dhe e pajis trupin tuaj me vitamina. Kundër kolesterolit. Vaji i ullirit me limon është një kurë tërësisht natyrale për të ulur nivelet e larta të kolesterolit në gjak. Problemet me reumatizmën. Sekreti i suksesit të kësaj kure kundër reumatizmës qëndron pikërisht tek vlerat kundër inflamacionit. Në qoftë se ju e pini këtë lëng rregullisht me stomakun bosh, atëherë ju do të përjetoni më pak dhimbje të kyçeve. Jo më kot, njihet si lëngu i artë. Vaji i ullirit ka efekt laksativ sidomos kur ai konsumohet me stomakun bosh, dhe kjo kurë natyrale do të zgjidhë të gjitha problemet e konstipacionit. Nga ana tjetër, kur organizmi juaj mbushet me toksina fal ushqyerjes së keqe, në ndihmë vjen pikërisht vaji i ullirit me lëngun e limonit. Intoksimi i organizmit ndikon ndjeshëm në shëndetin dhe në funksionin e mëlçisë. Sigurisht ju duhet të dini se duke e konsumuar lëngun e limonit dhe vajin e ullirit në mënyrë të rregullt, ju do të përmirësoni shëndetin tuaj. Problemet me tretjen. Lëngu i limonit me vaj ulliri rekomandohet edhe për problemet me tretjen, acidin në stomak dhe gjithashtu ky lëng ka efekt qetësues për problemet me stomakun, sidomos kur ai konsumohet esëll. Lëkura, flokët dhe thonjt. Vaji i ullirit me lëngun e limonit është një kurë ideale për njerëzit të cilët kanë sigurisht thonjt të brisht, akne dhe çrregullime të pH-it të lëkurës. Ky lëng është gjithashtu i pasur edhe me antioksidant, të cilët luftojnë shenjat e moshës, rrudhat dhe njollat në lëkurë. Vaji i ullirit dhe lëngu i limonit gjithashtu rekomandohen për të trajtuar zbogthin në lëkurë, duke masazhuar atë përpara larjes. Nga ana tjetër, kombinimi i limonit me vajin e ullirit janë një kombinim i famshëm për të stimuluar dhe dobësimin. Këta dy përbërës natyrale ndihmojnë trupin tuaj që të nxjerrë të gjitha toksinat jashtë, në qoftë se ju do të konsumoni një gotë çdo ditë. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj, dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.